Nomad janë ata që nuk kanë shtëpi e i vetëmi në Republikën e Kosovës që nuk ka shtëpi nëse është një qytetar është Albin Kurti. Kështu që Nomad nuk është opozita, Nomad është Albin Kurti, i cili nuk e ka një vend rezident ku jeton, i cili nuk e ka familje në një vend të gjithën, kështu që besoj që ai është një prej vetet kur e ka ofru këtë epitet për deputet të opozitës, edhe përveç kësaj mendoj që është e pa dinjitetshme që përmes këtyne cilësimeve me u mundu me bo presion të vota e deputetëve e cila vot garantohet me kushtetutë me gjitha ligjët e Republikës Kosovës. Më thoni ai që ka orë nga një vend tjetër, ai ka linë Prishtinë, ka banesë Prishtinë, ka operim Prishtinë. Absolutisht po. Se po thoni nuk ka shtëpi, s'ka familje këtu. Nomad është një person që s'ka shtëpi. Unë me so e di Albin Kurti nuk e ka një vend rezident ku jeton. Një vend të tij. Por me dalë prej këtyne epiteteve, kemi posë që Avdigjiku është taku me kryetarin e nismës Fatmir Limajn, po besoj që aty kanë folë edhe 15 pikat e propozuar me PLDK-s. A keni bisedu me ndonjë parti tjetër, a ka fa për afrimi me ndonjë prej partive, a keni marrë sinjale që mund me pranu këtë qeverinë nacionale të tranzicion? Kryetari i LDK-s përveç me zotrin Limajn është taku me të gjithë liderët e partive opozitare, përveç me kryetarin e Lëvizjes së Vendosjes është takuar me të gjithë. Në planin tonë e kemi propozuar si publikisht para mediave, ashtu edhe kryetari ka propozuar edhe në takimet private që e ka pas. Deri tash nuk ka shenja që ai plan është i pranueshëm edhe partit tjera opozitare, mirë po është deri tani është e vetmja zgjidhje cilën e ka ofruar një parti politike. Përderisa nuk ka zgjidhje të tjera më të mira, ne mbetemi me këtë opsion. A ishte Lima një farmësitje për mbasën ndërmjetësues, ose një nga këta njerëzit që Avdigjiku tha se është duke dërguar vendosja për ta bërë të mundur një koalicion? Jo, nuk besoj që është. Unë nuk e dim, por nuk besoj që është. Ata janë takuar në kuadër të takimeve që i mbojnë kryetarët e partive, jo për ndonjë nisipni siç po e quani. Faleminderit. Faleminderit.